Të dashur shqiptar, sot do të shpjegoj origjinën e fjalës tubacion. Është shumë e rëndësishme sepse është pjesë e sigurisë kombëtare. Fjala tubacion është e lidhur me fjalën shqipe tubi, i cili është në fakt një krijim i ngjashëm me fjalën italiane tubo dhe vjen nga latinishtja tubos. Në fjala tubos, për mendimin tim, është e lidhur me fjalën tuba, që ka qenë një trumpet nga legionet romake që i binin përpara se sa të sulmonin kështjellat ilire. Do të kemi parasysh që romakët, pastaj edhe në shekullin e 15 turqit më vonë, e kishin të gjithë filozofinë e tyre të sulmit për helmimin e puseve, për shkatrimin e vijave të ujit pranë kështjellës, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të merreshte kështjella në atë periudhë kur nuk kishte armë moderne luftarake. Pra banorët e kështjellës mund të vdisin nga etja më përpara se sa nga uria. Sipas studimeve të shkencëtarëve, pa ujë mund të jetosh vetëm disa ditë, ndërsa pa bukë mund të jetosh edhe në 2 javë. Pra maksimumi 3 ditë pa ujë dhe merr fund njeriu. Pa gjumë mund të jetosh edhe 2 ditë. Pra është shumë e tmerrshme pa gjumë dhe pa ujë. Dhe në vitin 1997 pikërisht agjentët grek e filluan trazirat me shkatrimin e infrastrukturës së Shqipërisë, shkatrimin e reparteve ushtarake, marrjen e armëve dhe bllokimi i rrugëve. Ky ishte pikërisht skenari grek që u realizua, por me ndihmën e Turqisë, grekët u tërhoqën nga Shqipëria e Jugut. Në fakt ata e pushtuan Vlorën në vitin 1997. Dhe më vonë trupat italiane erdhën dhe u vendosën në të gjithë Shqipërinë për të mbikëqyrur vendosjen e rendit në Shqipëri dhe akoma ne jemi në pushtimin e bandave, të cilat tani po përpiqen të shkatrojnë tubacionet, e kanë filluar këtë në Vlorë, dhe këto veprime të tyre luftarake do përhapen edhe në qytetet e tjera, pra mbroni tubacionet e ujit, puset e ujit, sepse në këtë mënyrë pushtoheshin kështjellat nga legionet romake në shekullin e 2 para erës sonë, pastaj në shekullin e 15 erës sonë, të njëjtën gjë bënin turqit, fillonin gjithmonë sulmet duke helmuar puset. Dhe unë që në vitin 2020 kur bëra filmin e parë për Shqipërinë, ju thash shqiptarëve, kujdes, mbroni puset. Sepse pikërisht agjentët rusë kanë bërë të njëjtën gjë në Angli, kanë helmuar për të parë me polonium pikërisht një restorant në Angli dhe prandaj ky helm kaq i fuqishëm radioaktiv është përhapur në sistemin e Londrës. Dhe kjo është një gjë shumë e tmerrshme. E njëjta gjë mund të ndodhi në Shqipëri, por grekët kanë zgjedhur një formë primitive të sulmit, thjesht po shkatrojnë tubacionet e ujit për të shkaktuar pak kënaqësi tek shqiptarët. Tani, për mendimin tim, fjala tubi vjen nga latinishtja tuba, që është pikërisht trompeta. Në gjuhën italiane kjo është tubo dhe vjen nga latinishtja tubos, është emri i gjinisë mashkullore. Tuba është emri i gjinisë femërore. Nga tubos, e latinishtes është krijuar fjala tub në gjuhën shqipe dhe prekëndej fjala tubacion. Pra, të dashur shqiptar, kjo nuk është në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Në fjalorin e gjuhëve indo-europiane është vetëm fjala tibia, që është kërciri i kockës, gjithashtu është përdorur si një fyll, fjala tibia. Dhe unë kam vendosur sot pranë fjalës tibia pikërisht fjalën tuba. Përse do thonë ju? Sepse pikërisht në gjuhën e Cakonias, edhe në gjuhën e Arbanitasve ndodh një zhvillim fonetik i çuditshëm, i-ja në temën e fjalës kthehet në y. Për shembull fjala mia, miza është bërë myza në gjuhën e Cakonias dhe miza në gjuhën shqipe. Pra, ky zhvillim fonetik duhet të ketë ndodhur në gjuhën mesape. Pra, tibia është bërë tuba. Sepse dhe mesapët e përdorin pikërisht këtë trumpet përpara se sa të sulmonin trupat greke, sepse mesapët kanë luftuar me grekët, të dashur shqiptar. Gjuha mesape nuk është gjuhë greke, por ka elemente indo-europiane që ne na duken si greke. Për shembull, ho brindos e greqishtes është në gjuhën mesape brindos, brini në shqip. Ho lembos, varka në gjuhën greke është lembos, pa formën e tretë është shquar në gjuhën mesape dhe në atë venete ilire, dhe është fjala lembe e shqipes.
Pra ky është një zbulim madhështor, besoj se do ta përhapni kudo, por mbi të gjitha përpiquni të mbroni tubacionet, puset e ujit rezervuare të dashur shqiptar. Kjo është jetike për atë dheun ton. Ju lutem, në qoftë se ju pëlqejnë filmat tan, mund të bëheni pjesë të kryqëzatës son për të çlirimin e Shqipërisë nga toponimet greke. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.